Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë rrëfimin e radhës. Do të flasim ditën e sotme për një histori që na e ka shkruar një vëlla për vëllaun e vet. Ne e dim që gjëja më e bukur në botë dhe më e shenjtë është dashuria e vëllezërve, mirësia që vëllezërit kanë për njëri tjetrin, por këto dy vëllezër fatkeqësisht nuk flasin me njëri tjetrin për vite me radhë. Për vite me radhë, për vite të tëra, këto të dy nuk flasin shkaku i grave. Dhe vllau e ka shkruar rrëfimin me lot në sy, ndoshta edhe për t'i përçuar vllaut të tij me inicialet LPD, një mesazh për ta kuptuar që pa marrë parasysh sido që të vijë jeta, dashuria e vërtet, dashuria shpirtërore ekziston te këto dy vëllezër. Ka dhimbje që nuk bërtasin, ka plak që nuk duken, dhe ka mungesa që realisht nuk shërohen kurrë. Edhe kur personi është i gjallë. Unë jam një vëlla që e kam humbur vëllan tim pa e varrosur fare. E kam humbur ndërsa ende ecën, flet edhe merr frym. Por jo më për mua. Prej 5 vitesh nuk flasim. 5 vite heshtje. 5 vite festa pa të. 5 vite ku emri i tij nuk përmendet fare, por dhimbja po. Ne nuk u ritëm si vëllezër të zakonshëm. Ne u ritëm si shok, u ritëm si mbështetje, u ritëm si krahu i njëri tjetrit kur s'kishim asgjë tjetër. Kur ishim fëmijë e ndanim bukën, rrobat, lodrat, madje edhe ëndrat tona. Në shtëpinë tonë nuk kishte shumë para, por kishte shumë vëllazëri. Kur prindërit lodheshin, ne mbështeteshim tek njëri tjetri. Kur qanim bashkarisht. Kur gëzoheshim, gëzimi ishte 2 fish më i madh se sa ajo që ne jetonim. Asnjëherë nuk e mendoja se një ditë unë edhe ai do të jetonim si të huaj, do të jetonim si të largët. Gjithçka ndryshoi kur unë edhe vllau im u martuam. Nuk dua të fajsoj askënd, thot drejt për drejt, por e vërteta është kjo. Ne na ndan gratë tona. Në fillim ishin fjalë të vogla, keq kuptime, kështu ka thënë ajo, pse nuk erdhi ai, pse nuk na ftoi ne. Gjithçka dukej e parëndësishme, por helmi nuk vret menjëherë. Ai vepron shumë ngadalë. Gruaja ime ndjehej e pavlerësuar. Gruaja e tij ndjehej e fyer. Ne në mes përpiqeshim të mbanim anën e familjes që realisht kishim krijuar, duke harruar familjen në këtë mes që na kishte krijuar. Filluan tensionet, takimet u ralluan, telefonatat u shkurtuan. Dhe një ditë, heshtja jon u bë më se normale. Dita që ne të dy u grindëm ishte ditë e tmerrshme. Nuk ishte një grindje vllazërore, ishin fjalë që nuk duhej të thuheshin kurrë. Fjalë që gratë i kishin mbjellë, por që ne i tham me gojën tonë. E mbaj mend fytyrën e tij. I mbaj mend sytë e tij. Nuk ishte më vllai im. Ishte një huaj
ishte një i plagosur. Që nga ajo ditë ne nuk kemi folur më me njëri tjetrin. 5 vite. 5 vite ku e kam parë nga larg tim vlla. Në rrjetet sociale, në dasma të përbashkëta ku nuk përshëndetemi, në varime ku dhimbja realisht është e dyfisht. 5 vite ku nëna jon qanë në heshtje. Sepse për një nën, vdekja e një fëmije është një tragjedi, por ndarja e 2 fëmijëve është një mallkim. Sa herë e shoh nënën të ulur vetëm, e di që realisht mendon për ne. Për 2 djemt që dikur nuk ndaheshin, sot këto 2 djemt nuk flasin. Kam net që dua t'i shkruaj, kam net që marr telefonin, hap mesazhin dhe realisht nuk e di se çfarë të them. Sepse krenaria është bërë mur, sepse fjalët kanë humbur peshën. Gruaja ime më thot mos u ul, ai ka gabuar, ndoshta por edhe unë kam gabuar, sepse vllai nuk zëvendësohet, gruaja është zgjidhje, por vllau është gjak, dhe gjaku sa do të përpiqesh nuk fshihet. Më mungon si njeri, më mungon si kujtim, më mungon si pjesë e jetës time që në të vërtet nuk kthehet kurrë. Kur shoh djemt të tanë, mendoj, a do t'i rrisim edhe ata me urrejtje? A do t'ju mësojmë se krenaria vlen më shumë se vllazëria? 5 vite pa njësie, 5 vite pa një kafe, 5 vite pa një përqafim, dhe çdo ditë që kalon bëhet edhe më e vështirë. Të kthehesh pas sepse heshtja forcohet, sepse distanca rritet. Por dhimbja nuk zvogëlohet. Nëse një ditë kjo video arrin tek ai, dua t'i them vetëm kaq. Vëlla, nuk jam i përsosur. Kam gabuar, jam lënduar dhe kam lënduar. Por nuk ka ditë që nuk më mungon. Gratë mund të na kenë ndarë, por ne lejuam dhe kjo është më e dhimbshmja, më e madhe. Sepse familja nuk prishet nga të huajt, por prishet kur ne heshtim. Nëse ende ka kohë, nëse ende ka pak vend në zemër, unë jam këtu. Sepse vllau nuk harohet. Edhe kur nuk flitet me të, edhe kur ai jeton brenda teje. Kjo është letra që ky vlla e ka shkruar për vllaun e tij dhe unë uroj që në këtë Ramazan këto të dy të gjejnë paqe me njëri tjetrin.